nisur në tavolinat tona, madje kanë filluar edhe ankesat e para të cilat lidhen me probleme shëndetësore të një pjese të konsiderueshme të qytetarëve, teksa është prangosur pronari i kompanisë Dimala, i cili ka bërë të mundur hyrjen në treg të këtyre filetove të pulës me salmonel, dhe nga ana tjetër është proceduar edhe vëllai i tij, si kundër edhe 3 punonjës të autoritetit kombëtar të ushqimit. Do të ndalemi edhe tek çështja e pasaportës europiane dhe Shqipërinë në integrimin e saj në Bashkimin Evropian, ashtu siç e thekson vazhdimisht kryeministri Rama në çdo dalje të tij publike, por gjithsesi ne do të ndalemi tek çështja kryesore e momentit. Avokat, fjalët takon ty në këto momente dhe e shoh që je kujdesur për ta përcjellë mesazhin tënd ashtu siç duhet, sepse je pranë një ministrie të rëndësishme e cila ka lidhje direkte me këtë skandal. Ose më saktë është ministria që ka shkaktuar këtë skandal dhe e mban në seri gjallë, sepse është ministria që është autoriteti mbi autoritetin e ushqimit. Nëse ju futeni tani në faqen e website-it të Ministrisë Bujqësisë dhe më pas do kërkoni të futeni ke faqja zyrtare e autoritetit kombëtar të ushqimit, ju bie në sy mungesa e update-it, e asaj e informacionit të përditësuar. Dhe po të shohësh edhe adresat i kanë krejtësisht të vështira për të gjetur. Dhe unë jam këtu pikërisht në sheshin Skënderbej, përballë që e kam, jam të përballë lulishtes Skënderbeut, për t'ia kujtuar njerëzve se ku ndodhet kjo institucion. Sa askush nuk e di ku ndodhet kjo institucion. Pra, jam këtu pikërisht edhe për t'u treguar njerëzve se ku ndodhet. Kurse për autoritetin kombëtar të ushqimit është akoma dhe më vështirë për ta gjetur. Por fund fare, ne vim tek institucioni politik për kërkuar zgjidhje politike, sepse çfarë kërkosh ke autoriteti kombëtar i ushqimit kur ata i kanë marrë si zyre këtyre dhe po bëjnë fushat për zgjedhjet gjithë stafi, nga drejtori e poshtë. Madje po të futesh faqen e tyre kanë 3 javë që se prekin në website-in me dorë fare. Nuk ka asnjë informacion, asnjë lajm, asnjë gjë. Arsye pse unë kam ardhur këtu është pikërisht për të vendosur një ultimatum. Kam ardhur këtu për një ultimatum 24 orësh për këtë institucion që është Ministria e Bujqësisë dhe për autoritetin kombëtar të ushqimit. Ultimatumi ka të bëjë me një kallëzim penal në SPAK për rolin e këtyre në krimin e vrasjes së shqiptarëve. Pse për rolin e këtyre në vrasjen e shqiptarëve? Ju sapo thatë që janë arrestuar pronarët e kompanisë. Apo njëri dhe tjetri shkërkim. Çfarë ka për mua si konsumator? Çfarë ka për një prind shqiptar? S'u fut në burg drejtori apo pronari i një kompanie. Madje edhe kur futen këta në burg nuk është ndonjë problem më i rëndësishëm sa ky që do të them tani. Më fal, a kemi ne sot e kësaj dite? Mbas kaq ditë skandal. Artin e dyqaneve, ku është tregtuar? A e dim ne çfarë kemi bler? A e dim ne çfarë kemi në frigorifer? Ne nuk dim ende ku kanë shkuar këto 17 tonë mish. Ne nuk dim ende ku janë shpërndar. Ne nuk dim dyqanet, nuk dim restorantet, nuk dim fast foodet, nuk dim asgjë se ku ka vajtur ky mish. Pra, problemi më i madh që kemi këtë moment nuk është se u arrestu Vilani apo Visteku. Problemi më i madh është që ta po mbaj sekret se ku jemi helmuar. Sa jemi helmuar? Kush është dëmi që na kanë bërë shëndet? Se nuk na tregojnë supermarketet, sepse supermarketet përkatëse janë të lidhura me biznese politike të qeverisë. Që do ta po mbajnë sekret, emrat e dyqaneve, kompanive, supermarketeve, ku ka vajtur ky mish. Dhe kjo lidhet me 2 gjëra. E para që janë të kapur politikisht, palët, dhe janë gjithë bashkë, dhe e dyta që kështu është dhe në këtë moment, dhe në këtë vend. Unë mbaj sekret dhe emri kompanisë. Mos harrojmë, ishte media që nxorë. Unë për vetë kam lexuar që jo që Albania për të parë, që ekzistonte emri i kësaj kompanie, nuk tregosh as emrin e kompanisë. Ajo që ne kemi sot problem, ti, unë, çdo prind që na ndjek, është si ka ndikuar ky ushqim ke fëmijët e vegjël. Kush, në cilin dyqan është bler, në cilin supermarket është shitur, në cilin restorant kanë drekuar, në cilin fast food kanë drekuar. Pra problemi këtu qëndron, që ta duke na marrë sekret për hallet e tyre që kanë, të kompanive përkatëse, edhe media duke e bërë këtë lloj mbulimi. Neve nuk dim se çfarë po ndodh me shëndetin e fëmijëve këtu. Dhe arsyeja pse unë kam marrë këtu është që vendos një ultimatum 24 orësh. Unë e di që është pushim. Për më tepër që sot është një ditë kaq e rëndësishme, kaq e madhe, kaq e bukur, që shfrytëzoj rastin që unë kam këtë fat ta them në televizor hapur. I uroj gjithë besimtarët musliman për ditën e Bajramit të Madh.
është një ditë e madhe, është një ditë e rëndësishme, por në këtë moment... Një ditë e madhe, ditë e rëndësishme, avokat, por familjet tona janë duke u elmuar për shkak të kësaj se çfarë është futur në tregun shqiptar, dhe kjo është një këmban alarmi. Nuk mund të mjaftohemi me procedimin penal të 3 punonjësve të akuzuar apo qoftë me shpallje në kërkim të pronarit të kompanisë që ka vendosur në tregun ton këto fileto pule, këtë produkt me salmonel. Pikërisht, unë si kandidat për deputet, përfaqësues si Aleanca Konservatore për Shqipërinë, pjesë e koalicionit PD dhe për Shqipërinë Madhështore, kam dhe detyrimin edhe politik përveç se moral si njeri, si avokat dhe si njeri që a marrë gjithë jetës me çështje konsumatorëve nga 2005 deri në 2013, që të reagoja sot. Por ajo që unë kam marrë dhe që unë do ta përdor shumë fort është ultimatumi i një kallëzimi penal në SPAK për ministrat, zëvendësministrat, drejtorin akuzë dhe gjithë hierarkinë përkatëse. Pse? Po sepse nuk kemi armë tjera. Ne jetojmë në një sistem politik që nuk është demokraci, apo as protodemokraci, nuk është asgjë përveç një autokraci, një diktaturë totale, e një qeverie kujslinge që kanë plan me prezente shqiptarën e fundit. Me i vra, me i pre, me i helmu, si s'pëndot. E vetëm armë që kemi në këtë moment, për shkak të kontekstit gjeopolitik botror, të mënyrës se si ka lëvizur balanca nga Sorosi tek forcat konservatore dhe mënyra se si kjo qeveri është sot në krizë plot në marrëdhënie ndërkombëtare, çfarë nuk është duke bërë, prandaj do flas pjesë e dytë e emisionit. Unë besoj që sot kjo armë që unë kam, që është një kallëzim penal për këta, për bashkëpunim, për faktin se po bën një detyrë urgjente që është detyrë shtëpie, që është paraqitja e të gjithë të dhënave se në të cilat dyqani ka vajt dhe 1 kilogrami vetëm. Sepse sipas ligjit, dhe ky është një fakt i padiskutueshëm, çdo lloj kilogrami në këto 17 tonë sigurohet me një faturë që vjen nga dogana, pastaj në magazinim dhe nga magazinimi në shpërndarje. Për çdo kilogram mish që ta kanë furnitorin. Dhe furnitori tyre ka një grup adresash ku e çon dhe e shpërndan. Pra ekzistojnë të gjitha të dhënat, një se ku ndodhet, në cilin frigorifer ndodhet, dyqana apo shtëpi tona, apo në stomaqet tona. Kjo gjendet me një herë. Dhe nëse qytetarët shqiptar do marrin vesh që kanë blerë mish në të njëjtin dyqan, mish pule pra. Një dyqan ku është dorëzuar kjo sasi, që mund të jetë në dyqan 5 kg, 50 kg, 1 kuintal, nuk e dim, se varet nga lloji i xhiros supermarketit dhe kontratave përkatëse. Në atë moment, ne do e dim se çfarë halli kemi, dhe të kërkojmë ta zgjidhim hallin tonë. Po këtë na kanë braktisur, na kanë lënë errësirë plot. Ne jemi 3 milion potencialisht të smur, dhe jemi 3 milion njerëz që në këtë moment zdim çfarë të bëjmë me mishin e pulës, që kemi në shtëpi, nëse e kemi bler nga kjo kolik, nga kjo parti, apo nga tjetër. Dhe këtë armë do ta përdor deri në fund. Nëse do të jem përsëri këtu, do të jem ose për të nxjerrë tabelën, nëse këta e kanë nxjerrë, ose për të treguar kallëzimin që do të çojë pikërisht me post, siç ka ligji tek SPAK-u për pozicionin që ka ministri. Pra, aktualisht avokati duke përgatitur një kallëzim se lakon kësaj çështje. E kanë bërë gati, se s'është ndonjë gjë e madhe për bërë një kallëzim tillë. Është gjë më e lehtë për çdo avokat. Merr të dhënat, problemi është fakti që ata s'kan bërë detyrat e shtëpisë për treguar ku ka ndodhur, nuk kanë bërë transparencë se ku është. Që gjë më e njëjtë si më thonë më valla, që te ky pallati kemi këtë problemin, ndodhet një bombë. Ke parasysh te ky pallati. Këta e dinë se ku ndodhet bomba, po nuk e tregojnë. Dhe njerëzit rrinë aty në gjitha pallatet, thonë prit, duke dim ke cili pallat. Ata do të tregojnë se ku ndodhet bomba, ku ndodhet ky helmi, ku ndodhet ky mishi. E kanë detyrë. Dhe këtë ka marrë të bëjë sot, se të tjerët nuk u morën me këtë temë. Të gjithë të tjerët u morën me përgjegjësira, me politikra, u morën me lloj gjërash të gjitha palëve. Paskush nuk u morë problemin kryesor, çmë duhet mukush putet burglla. Stomaku i fëmijëve këtu në Tiranë, stomaku i fëmijëve në Shqipëri. Ky është problemi kryesor. Tjerat janë, e futet sot në burg, i ka lekët, e del prap. Stomaku si ta bëjmë? Shneti nuk është diçka që është kështu kollaj, që është si pjesë ndërrimi, si pjesë këmbimi. Dhe pikërisht në këtë lloj logjike do të flisja pak edhe për këtë javë që patëm me gjyqjet që kemi me KQZ-n, dhe këtë javë kemi ditën e datë 3 prill, gjyqjet më të rëndësishëm, që është gjyqi me KQZ-n për çështjen e pajisjeve Smartmatic të Sorosit, që janë vendosur që të vetohet dhe të numërohet në Vorë dhe në 10 në Tiranë. Unë do doja që ta shfrytëzoja këtë moment të bëja thirrje gjithë publikut, na ndihmojnë. Jemi shumë keq për çështjen e provave, sepse duhet të paguam një faturë prej 90.000 lekësh të reja, pra 900.000 lekë për pjesën notariale, që janë rreth 80 faqe në anglisht
që përkthehen në Shqip, pasi është veç përkthimi, veç vlerësimi i akteve, veç vula e akteve që konfirmohet në origjinal të vulës digjitale që merren online. Pra, është një shumë, ne kemi bërë gjithë faturën, do shifni në Facebookun tonë apo në faqet tona, publikuar se çfarë zërash janë dhe gjyqi vjen me vrat. Vjen datë 3 prill. Ne nuk kemi fonde për të paguar për të bërë prova 900.000 lekë të vjetra. Janë shumë para për provat. Po këto janë prova digjitale. Prova digjitale që vërtetojnë që pajisjet janë të lidhura me konflikt interesit madh me Soros. Dokumentat tona në anglisht janë 11 dokumenta, tregojnë nga aja kësaj si kompania Smartmatic që është në KQZ, e zgjedhur nga Lul Basha në vitin 2021 në janar me tender nga Lul Basha, e them të theksoj Lul Bashën, sepse janë po njerëz të tij që e bën tenderin dhe që sot na pengojnë që ta vazhdojmë këtë lloj lufte, që janë shpërndarë në partitë ndryshme, dhe çka Luli, dhe çka PD-ja, dhe çka tjetër. Ne kemi një problem shumë të madh që këto pajisje, ne kemi prova dhe fakte që janë të pasigurta që ti voton për Altin dhe Del Hyseni. Dhe ne kemi bërë dhe një pajisje pilot, e kemi bërë gati për demonstruar në sallën e gjyqit. Kemi një pajisje bashkë me prindërit që ti voton për mua po del tjetri. Apo ti voton për mua, dal unë, kurse në aplikacion del tjetri. Pra, në të gjitha format, këto lloj makinash, si thosh, janë të manipulueshme, për më tepër që këtu ka ndodhur skandali i madh, që ai që sjell makinën ai dhe e kontrollon. Ka një parim në auditim që thuhet ai që sjell një pajisje një software, nuk mund të jetë ai që e kontrollon. Duhet të jetë një palë tretë për garantuar panshmërinë. E kuptoj. Shfrytëzoj rastin për publikun ndihmë, që ta zgjidhim këtë problem, sepse urgjentën datë 3 prill akuerdo. Ne kemi data 30. Ditën e enjte është gjyqi. Sta del koha për të bërë pagesat përkatëse të përkthimit dhe të plotësimit të akteve notariale. Ndërkohë që unë nuk ndodhem këtu vetëm për çështje e kësaj bujqësisë, po ndodhem edhe për faktin se këtë javë kemi ca lajme të këqija. Se avokat, çfarë ka ndodhur? Edi Rama në këtë krizë që ka gjetë, që është një lajm i mirë, që Rama është në krizë, ka operuar brenda një muaji në atë që quhet arma rezervë. Arma rezervë e tij është ta kthejë Shqipërinë në koshin më të madh të plerave në botë, dhe është duke ne lobuar në Europë dhe në Amerikë, dhe sidomos pranë administratës Trump, që të fitoj pikë atje për të shpëtuar, sepse kanë vënë listën e zezë, duke ofruar Shqipërinë si një vend pritje për 100.000 palestinesë. Keni parasysh apartamentet bosh? Keni parasysh pa drita, pa ujë, bosh, to 100.000 palestinesë do t'i pres vendi jonse, tash që ta kemi të qartë. Edi Rama ka bërë kërkesë që të bëhet vendi pritje 100.000 palestinesë. Kjo është zyrtare. Kjo nuk është tash e them më. E njëjta gjë ka ndodhur me Anglinë. Edi Rama ka negociuar që të gjithë mbeturinat e Anglisë, të gjithë refugjatët e refuzuar në Angli të vinë në Shqipëri. Në Itali, sapo ka ndodhur para 4 ditësh, është ndryshuar ligji në Itali. Këta marrëveshje që kemi ne me Italinë, mbani mend kur na thanë më se 30 ditë do rinë, do ikin. Mbani mend apo jo? Po. 18 muaj është ndryshuar ligji. Po nuk janë më ata, janë ca të tjerë. Është më keq. Tashmë Gjadri dhe gjithë Shqipëria do kthehet në vendin e mbledhjes së mbeturinave të Evropës, sepse do të vinë të refuzuarit. Cilët janë të refuzuarit? Të refuzuarit janë ata që janë kapur duke vrarë, duke prerë, duke përdhënuar, duke vjedhur. Të cilët nuk i mbajnë më as burgje. Është pjesa më mbeturinë, janë pjesë njerëzit në depresion, të cilët bëjnë akte dhune. Kemi parë në Itali skenat. Me ato me thika, me sapata, duke shtyr njerëzit, duke rrëzuar njerëzit. Kemi një lajm ekstremisht të rrezikshëm që ka të bëjë me të ardhmen e Shqipërisë. Do vi pjesa më lum e Europës. Pjesa e afrikanëve dhe aziatikëve më lum që ka Europa, që po i përzejnë. Dhe sapo ka filluar negociatat në 4 e famshme, që është Gjermani, Austri, Holland dhe Belgjik. Është një marrëveshje midis këtyre 4 vendeve që të trajtojnë bashkërisht çështën e migracionit. Dhe këta kanë shprehur interes që të përdorin Shqipërinë si vëcën e Europës. Pra kemi të bëjmë me një operacion gjigant e Edi Ramës, me të gjitha shtetet, nga Amerika deri në Europë, që ai të mbjetojnë në këtë situatë të re që i ka ndodhur, që e ka humbur mbrojtjen e Sorosit në Amerikë, për shkak se ka ndryshuar Amerika. Ai ka vënë Shqipërinë në tregun më të hapur të lirë për ta thyer në koshën më të madh mbeturinave në botë. Dhe fakti që në Amerikë çështja e refugjatëve palestinesë është një çështje që ka të bëjë me prioritetet e qeverisë amerikane. Donald Trump kthen kokën, por e pyet ky. Pikërisht këtë do ta arrijë Edi Rama dhe kë ka si lobim. Ka lobim një grup izraelit.
ka siguruar blokimin një grup izraelit që ka hyrë pranë administratës Trump për të siguruar këtë gjë. Që do të thotë, në këtë moment, dhe çështë me shqiptarët, do rrim do heshtim për këtë çështje, do ta ham keq. Se nëse ky e rregullon me të gjithë. Edhe do vazhdojmë themi, jo po s'm pëlqen ky, po s'm pëlqen ajo, po se ky kështu, se ky ashtu. Ky vend s'bëhet më. Ky vend u vet mundësi për të mbijetuar. Ky vend shkon aty ku s'mban më. Dhe unë kam rastin të bëj thirrje të gjithëve. Të bëhemi gati për një protestë masive para kryeministrisë për këtë gjë. Ta bëjmë këtë javë, në fund të javës. Ta mendojmë, ta diskutojmë këto ditë, do 2-3 ditë, dhe ta shpallim, se nuk mund të vazhdoj kështu. Unë e kuptoj shumë mirë që partitë e Sorosit nuk mund të shprehen kundër kësaj gjë. Tiku i Soros, Arlindi Sorosit, Shabani Soros nuk mund të shprehen për këtë gjë. Sepse janë pjell nga njëta mitër që ka prodhuar Edi Ramën dhe që e mban pushtetin anë. Për këtë qëllim janë zgjedhje, për të mbajtur influencën e Sorosit në Shqipëri. Po i bëj thirrje gjithë palëve të tjera. Që ne duhet të kuptojmë që në këtë moment duhet të jemi shumë reaktiv. Ne nuk mund të pranojmë që Shqipëria të bëhet një kosh prende. Kjo është çështja e këtyre zgjedhjeve. Në këto zgjedhje nuk diskutohet kush do fitojë. Në këto zgjedhje diskutohet do jemi kosh plerash i Europës, i Amerikës, me gjithë refugjatët, me 1 milion refugjat që do sillen këtu, apo do mbijetojmë si thonë. Sepse ne gjatë na kanë ikur 1 milion shqiptar. Me këta që kemi dhe këta do ikin po vazhduam kështu. Edhe do vinë të tjerë do na zëvendësojnë. Kush do të më Shqipëri? Ti mund të vesh çfarë duash emrin. Emiratet e Bashkuara të Soros nga vesh emrin. Çfarë duash ti mund të vesh. Po Shqipëri s'mund të jetë, se Shqipëria i përket shqiptarëve dhe kur s'ka shqiptar s'ka atë Shqipëri. Territori nuk është pa emër, i vet një emër. Dikur Ballkani quhej Gadishull Ilirik, sot quhet Gadishull Ballkanik, që vjen nga fjala turke Ballkan, ka bën vargmale. Por në të vërtetë Shqipëria ka emrin Shqipëri sepse ka shqiptarë brenda. Dhe pikërisht në këtë logjike, në këtë informati, unë dua të kujtoj pikërisht çfarë të di. Tu po lëmë gjithçka. Tu nuk po lëmë për ca preferenca, s'pëlqen Berisha, s'pëlqen ky, s'pëlqen ai. Ktu kemi të bëjmë me një hall shumë të madh. Ktu shoqëria e hapur e Sorosit, është ajo që kërkon ta zhbëj këtë vend për 32-3 vjetësh. Jemi 2025, kanë ardhur 92 në Shqipëri. Kanë punuar si milingona çdo ditë nga një çik për ta zhbërë këtë vend. Kur erdhën pushtet, që në dokumentat e tyre, tani që erdhi Rama do i bëjmë gjithë reformat. Si me reformën drejtësi, si me reformën e PPP-ve, si me investitor strategjik, si me të energjisë, pension, gjithçka që kanë bërë këta, ka vetëm një objektiv. Shpopullimin total të Shqipërisë nëpërmjet një parimi. Si tu anëzimit të shqiptarëve çdo ditë, ta kuptojnë që tikin vetë. E kam të qartë. Avokat. Dhe në këtë lloj momenti, unë dua ta mbyll me këtë thirrje. Këtë argument dua ta mbyll me këtë thirrje. Harrojeni partitë, harrojeni problemet, preferencat që keni, kuptoni që këtu luhet për gjithçka. Luhet për jetën tonë. Ne nuk mund të lejojmë Edi Ramën të silli këtu refugjatët, Llumin do ta quaj, se do sillen ata që kanë të refuzuar, të gjithë të përjashtuarit, ata që janë mbushur që nuk i mbajnë më dot qelisë u lodhën. Merren nxirr nga qelia, i sillin në Shqipëri, nga Italia, nga Anglia, nga Franca, nga Gjermania, nga Austria, nga Belgjika, nga Hollanda. Dhe tani kjo negociat për 100.000 palestinesë me administratën amerikane, kjo pastaj vjen kapakun. Ti e kupton që ky vend mos është i jote, ku duhet ikësh. Tash ja të rrim o tikim, drejtë e mori. Hajde të rrim pra. Dalim këtë javë, dalim këtë premte para kryeministrisë. Ta provojmë të mblidhemi 5 veta, 15 veta. Mbani mend, dolëm edhe 40 veta për shtetin sovran të Bektashive. Nga procedurën, ku jemi sot? Ata e kanë hallin kurrit, nuk kemi ne. Kjo ishte lidhje me këtë çështje, këtë kisha. Avokat, kam në dispozicion 3 minutat e fundit dhe dua ta shfrytëzojmë së bashku për të diskutuar se e kompremtimit që kryeministri Rama ka bërë së fundmi në 2027 mbyllen negociata dhe në 2030 Shqipëria bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Do të lutesha që në këto minutat e fundit ta përmbledhje të gjithë mendimin dhe opinionin tënd. Filloj dhe shiu. Dhe kjo është një arsye më e madhe për ta përmbyllur. Në datën 1 prill, më dëgjojmë? Po, patjetër. Okej. Në datën 1 prill, ne fillojmë me Soros Liksin e parë shqiptar, që quhet Soros Mafia.info. Soros Mafia.info është fushata jonë e re, që ka të bëjë me zbërtimin e gjithë tentakurave të Sorosit dhe arsye pse ju keni parë me sharrë pikërisht për këto tentakure. Po fillim do i zbërthejmë. Nga data 1 prill deri në 30 prill, ne fillojmë dhe demonstrojmë çdo ditë me buletinën e luftës dhe me programin tonë politik, zbërthejmë të gjithë oktapodin Soros. Ky oktapod do zbërthejë dhe do pritet me sharrë të gjitha lidhjet e tyre nëpërmjet
këtij programi që ne kemi bërë gati dhe nga data 1 deri 30 prillit do shihni çdo ditë që ditën e parë do 1% e dhënave, ditën e dytë 3%, deri në datën 30 prill do dalin 100% dhënave. Dhe ajo që do ju them është që në datën 1 maj deri në 11 maj, ky portal, ky website, ky Leaks, siç përdoret WikiLeaks, do të ketë një format krejt tjetër i cili do të ketë gjithë kuptimin se pse u bë. Ajo që do bëj aty çdo shqiptari është kuptojë një gjë me ligjin zgjedhor, Altin Goxhaj është në listë në kolonën e parë, koalicion me Partinë Demokratike dhe partitë e tjera të opozitës si kryetar i Aleanca Konservatore për Shqipëri, pra si një parti pjesë e koalicionit. Për këtë do që nuk do të votojë Sali Berisha, nuk do të votojë PD, nuk ka nevojë të votojë as Sali Berisha as PD. Mjafton votojë Altin Goxha dhe këto vota automatikisht numërohen për Aleancën Konservatore për Shqipërinë dhe në total për gjithë koalicionin. Mos keni asnjë lloj paragjykimi, asnjë lloj problemi raport me modelin elektoral që ka ky vit. Keni parasysh diçka, nëse votoni Altin Goxhaj, është gjë më e thjeshtë. Votën nuk e merr koalicioni si Parti Demokratik, por merr koalicioni si gjitha partitë dhe i numërohet vetëm partisë tonë, Aleanca Konservatore për Shqipërinë. Arsye pse kemi këtë koalicion është për të bashkuar sa më shumë vota, për të pasur sa më shumë rezultat. Sepse kur jeni në një koalicion si ky, vlera një vote vlen sa 2 vota po të ishte një parti të pavarur, për shkak të formulës elektorale. Dhe do vërtetoja me shumë thjeshtësi gjatë këtij muaji, në të përgjithë gjithë informacionit që zgjedhja jonë ishte zgjedhja më e mirë dhe do ta kuptoni këtë gjë në ditët e vazhdim, që ne kemi bërë zgjedhjen më të mirë për të mirën e Shqipërisë, për të përzënë Sorosin nga Shqipëria, për ndaluar agjendën e shpopullimit, ku vetëm zgjidhja është të rrëdhojmë Ramën. A bëhet Shqipëria pjesë e Bashkimit Evropian apo jo, avokat? Pasaporta europiane është pasaporta e salmonelës në mishin e pulës, si thotë Edi Rama. Pasaporta europiane është kjo ardhe e palestinezëve, është një gjithë mbeturinave të Evropës, që do vinë këta nga Gjermania, nga Italia, nga Anglia. Pasaporta e vërtet europiane është një mashtrim i madh. Unë nuk besoj tek pasaportat europiane, për më tepër që ju e dini, unë jam euroskeptik, për më tepër që forca jonë Aleanca Konservatore për Shqipërinë beson ke sovraniteti dhe jo ke dhënia e sovranitetit. Dhe ne hym ke forcat njësoj si në Bashkimin Evropian, që është grupi euroskeptik me 178 deputet që ndodhen në Parlamentin Evropian, në pjesë e kësaj filozofie, kësaj ideologjie. Dhe unë nuk besoj ke pasaporta europiane. Ajo që nuk na kanë treguar asnjëra palë, po ja u them sot për ta mbyllur këtë emision është që të futesh në Europë do thotë të pranosh martesat gay dhe jo vetëm pranosh martesat gay, po fëmijët shqiptar të adoptojnë nga çiftet gay dhe mbi të gjithat në Shqipëri të agenda LGBTQ. Është kusht, e keni të firmotur, të dokumentuar në vitin 2028. Është kushti i afatit kohor. Kur Edi Rama flet për martesat gay, për pasaportën europiane, ai po ju shef faktin që futja në Europë sipas tij, pasaporta europiane është pikërisht pranimi që fëmijët shqiptar të adoptohen nga çiftet gay. Futet surrogacia, pra shkurt muhabeti, atë nuk kanë treguar që të shkosh në Evropë, do të mendosh të jetë shumë me sy para, po me syt nga mbrapa. Avokat, të falenderoj shumë që ishe sot në Faksnews, të falenderoj për të gjitha opinionet dhe argumentat që ndave në këtë transmetim të drejt për drejt, si gjithmonë kënaqësi. Mos harrojmë ultimatumin, kanë kohë 24 orë të nxjerrin tabelën se ku ka shkuar mishi në stomaqet tona, në dyqane, në cilat supermarkete, duam emrat. Okej. 24 orë kohë. 24 orë kohë. Një temë jashtëzakonisht interesante, e cila në fakt është tema nga më të lexuarat në Evropë për ditën e sotme. Keni 72 orë të pajiseni me ushqimet bazë. Kjo ka qenë thirrja e Bashkimit Evropian për qytetarët e saj që të rregullojnë mjaftueshëm ushqime e furnizime tjera në rast të një krize lufte. Pse erdhi ky ultimatum dhe a jemi pranë një lufte botërore, kjo do të jetë tema të cilën ne diskutojmë në këtë blog. Më lejoni lutem të kaloj tek zotri Goxhaj, si e keni parë në fakt krejt të paralajmërim kaq serioz? Përshëndetje, kënaqësi që jam këtu mes jush. Si gjithmonë unë do ta jap mendimin në mënyrë të kundërt me atë që u tham përpara. Unë besoj që jetojmë në kohën e mashtrimit të madh universal dhe thuaç vërtet është një akt revolucionar. Ka një narrativë zyrtare që përkufizon me terma të përbashkëta që janë të gjitha të bazuara në një agjendë anti-Trump, ku përcaktohen disa terma si për shembull fjala urrëtie patologjike G.D. Vance. Edhe urrëtie dhe patologjike dhe përhershme dhe tradicionale. Këtu kemi të bëjmë me një fryrje që, kur e thonë të gjitha mediat njëkohësisht merret se e vërtetë. Në fakt kemi të bëjmë me një elitë, me një kastë drejtuese të Europës, që e çon botën drejt rrënimit dhe drejt luftës. Dhe kemi një leadership amerikan i cili kërkon të vendosë paqen.
që është një paqe rrethpar për Europën, por që ka 2 muaj që sqarohet çdo ditë më shumë, që Europa nuk e do këtë paqe, sepse elita europiane, që drejton këtë proces prej vitit 2022, është e interesuar vetëm për luftën. Ardhja e administratës Trump që kërkon paqe, është në kontradikt plot me interesin e saj kaste, e cila nuk përfaqëson vetveten, po pikërisht ata që i kanë vënë. Është një kastë kukullash, që në Gjermani, në Francë dhe kudo tjetër, në Angli, të cilat pra, zotri Goxhaj, me sa po i kuptoj unë, është Europa ajo që don luftë dhe e ngrit diskursin e luftës pikërisht duke thënë se jemi të rrezikuar. Nuk ekziston lufta. Është vetëm mendjen e mediave dhe politikanëve. E qartë, por ta ndalim në këtë moment. Nuk ekziston asnjë dhënë nga gjitha njoftimet amerikane që rusi kanë plan sulmoj Europën. Është një sajes, një prallë e madhe, dhe idiotia shkoi deri në atë farë feje sa Franca tha që po të sulmosh Poloninë. Se kushta do të sulmohet Polonia, jo po do të bëjmë luftën. Kemi të bëjmë si dush me një përpjekje europiane, një kaste që po ikën nga pushteti për shkak diskreditimit. Po, e qartë, po e ndalim këtu për ndryshë sa i përket Polonisë, kam pasur rastin të jem në kufirin në mes të Ukrainës dhe Polonisë dhe ka qenë një frikë e jashtëzakonshme në vitin kur filloi lufta në Rusi dhe Ukrainë, pra tek polakët dhe pikërisht ishin ata që i ndërmorën masat kryesore fillimisht. Por do dua të kaloj tash tek një kënd tjetër, zotri Goxhaj. Të lutem fal. Problemi i madh që ka Polonia që kërkon ushtri është Gjermania, nuk është Rusia. Unë kam thënë dhe para 3 vjetësh që kjo luftë është justifikim më i mirë gjerman për të riarmatosur. Dhe kjo luftë e vërtetoi. Dhe problemi Polonisë që kërkon të bëjë ushtrim më të madh në Europë nuk është Rusia, është Gjermania më shumë. E qartë, sepse keni të drejtë, por të shohim sepse nëse ndisemi historikisht ju keni të drejtë, sepse ishte Gjermania ajo që e kishte si kafshat në të 2 rastet Poloninë, edhe të luftës parë dhe dytë. Por po dua të dal pak tek zotri Elezi, i cili nga afër e ndjek luftën hibride dhe i din këto lëvizje të cilat zhvillohen sidomos në këtë pjesë të Evropës ku po jetojmë ne. Më fal, do të bëj një ndërhyrje. Patjetër. Në Rusi nuk ka një problem me vullnetarët. Me sistemin e ri financiar dhe të subvencionet shtetërore që bëhet për rekrutët. Nëse në një kërkim të shkurtër, jo, zotri Goxhaj, jo më fal. Në një kërkim të vogël në internet, ju shihni sakt se qytetarë të ndryshëm rus madje edhe arrestohen për të dërguar në luftë linkat u dërgojnë. Nuk ka asnjë fakt dhe asnjë provë. Kjo është propagandë perëndimore dhe asgjë më shumë. Në Rusi nuk ka arsye që të mos shkosh në luftë për ato subvencione, financime, pagesa që ofrohen në gjithë fshatrat e gjithë qytetet periferike të Rusisë dhe që mbajnë radhë njerëzit për të shkuar në luftë. Mirë, po e marrim si të mirëqen këtë që po thoni ju. Dhe pastaj ky adresimi i Evropës na vije pikërisht për këtë arsye, për mos dëshirën e europianëve për të shkuar në ushtri? Po pika e parë është që Rusi ka tjetër filozofi kombëtare nga Europa, sepse Rusi në fund fare thotë unë jam po mbroj interesin tim kombëtar. Dhe atje ka një lloj patriotizmi që shfaqet dhe në paradën e 9 majit, që ne kemi parë vit pas viti në Rusi si propagandë e një shteti që vendos kombin dhe historinë në qendër të vëmendjes të edukimit. Në Europë nuk ka asnjë arsye që një njerëz të shkojë në luftë me çfarë, për kë dhe nga kush për çfarë. Nuk ekziston një arsye që ne të kemi në Europë një rrezik të sulmit rus. Më dëgjoni se mos kam ndërhyrë për herë. Jo, ju dëgjojmë shumë. Okej. Unë nuk gjej asnjë lloj shkaku që Rusia me 140 milion banor të sulmojë Europën me 600 milion banor, sepse dihet po sulmoa Polonia apo Estonia, menjëherë do futet në luftë gjithë Europa. Çfarë lëvizje ka Rusi të bëjë një luftë tillë, kur ai duke menaxhuar 3 vjet një luftë shumë të vështirë, që ka humbje njerëzore sa duash, natyrisht që Ukraina ka shumë më tepër. Që thotë nuk ekziston asnjë logjik që rusit ketë ndonjë qëllim territorial për të marrë territore. Dhe qartas Amerika që është më e vëmendshme se Europa në fushën e informacionit. Por nëse shikoni zotri Goxhaj, i vetmi shtet në Europë i cili ka pretendime territoriale dhe në baza ditore lufton për ato është Rusia. Ata po e zhvillojnë një luftë ku deri më tani dikon 30% të Ukrainës e kanë aneksuar. Ukraina është pjesë e Europës dhe të thuar se Rusia nuk ka pretendime territoriale disi duket e shëndetshme. Jo, Ukraina nuk është pjesë e Europës, pika parë, se kur referohemi Europës, i referohemi Europës o Bashkimi Evropian o NATO. Moldavia, në aspektin geografik, deri tek lumi Ural, mali Ural, aty pra ndonë. Këto janë dëshira. Mos po me listë dëshirash, po merren me një fenomen tjetër.
fenomenin që Estonia, Lituania, Letonia dhe Polonia, që janë kufitare, apo si vende që ka një problem, po themi, me Rusin, po e quajmë kështu, janë vende të cilat nuk ka një interes Rusi me i sulmu, se qa interesi ka me i sulmu. Pra qa do fitoj po i sulmojt, futet dhe Franca dhe Anglia në loj, dhe Gjermania, për çfarë do i sulmoj Rusi? Ukraina u sulmua pikërisht, sepse nuk ishte antar i NATO-s, u sulmua që të mos bëhet antar i NATO-s, sepse nesër ishte pamundur të bënte luftë me Ukrainën. Marroi punë shpejt me Ukrainën, për shkak se ju preket interesat. Dhe këtë luftë e ka dashur Europa. Dhe kjo luftë është stajuar, është mbajtur gjallë nga Europa. Amerika kërkon të bëjë paqe, tash Europa, që ka dështuar në këtë program, kërkon të shpik një luftë që s'ekziston, si sot George Orwell. Por a do bëhet pishman Amerikan që po e forcon, Goxhaj, a do bëhet pishman Amerika me Trumpin që në një farë forme po e forcon Evropën nga të shumë, për faktin që po ja kthen shpinën për çështjet e armatimit? Po unë nuk besoj si Altin që Europa e ka gjatë me këtë historinë e 1 trilionëve, për faktin se do ketë zgjedhje shumë shpejt. Dhe në Europë kanë filluar të kuptojnë, ju thatë vetë që djemë të rizë du me luftu. Në Europë nuk kanë motiv me luftu, nuk gjenë askush një skak që të i shkojnë luftë, marri një pushkë të shkojnë të të. Pikërisht të po e thamë, dhe apo pikërisht të e thash, zotri Goxhaj, dhe pikërisht a vinë këto adresime, pikërisht si pasoja e mos gatishmërisë e Evropianëve, mos dëshimit. Po dorëzojnë qeveri, vlla, dorëzojnë qeveri. Bashkimi Evropian po rëndon vetveten, sepse do futet në konflikt me votuesit e vendeve të ndryshme të Europës, pikërisht për këtë lloj logjike. E qartë. Në Gjermaninë e pam që AFD-ja vajti 20% me këtë të luftës 1 trilionçe, rribot një 30-40% AFD-ja. Me këtë marrëveshje që bëri Krishtian-demokratët me social-demokratët, fuqizohet AFD-ja, po AFD-ja nuk do luftë, se fashistët e vërtet nuk janë ata që thojnë televizor që është AFD-ja që s'do luftë. Janë ata që do luftë. Dhe koncepti është që në Europë, këta që kanë nisur këtë armatimin e çmendur, ka për të penguar votuesit e tyre nesër pas nesër në zgjedhje. Sepse kjo është një çmenduri, një surrealitet, një psikopati masive, që shkon deri me të ardhë ke shtëpia letra, që blidh ushqime për 3 ditë, blidh ilaçe për 3 ditë, njësuesin Plandenin për kace. Është njëta filozofi dhe njëta histori dhe njëtët njerëz janë përsëri. Ne kemi të bëjmë me një kast të degraduar që do të marri në fundin e vetë dhe Europë, po nuk e merr dot, ka për të marrë vetën e vetë në qafë. Sepse Evropa ka për të braktisë të kast politike. Pra kjo lloj situate që u krijua këtë muaj, për shkak se Trumpi po vendos paqen me Rusin, për çështjen e Ukrainës, e ka turbuar establishmentin e luftës. E qartë, zotri Goxhaj, dhe doja të kaloja për fund tek zotri Softa dhe dua ta pyes një prej adresimeve të zotrit Trump ishte se do të mbahem në mend si njeri i paqës i cili i përfundoi të gjitha luftrat gjatë mandatit të tij. Mendoni se ka fuqinë Trumpi ta bëjë një gjë të tillë, zotri Softa, duke marrë parasysh situatën aktuale në botë? Trumpi nuk është se qëllimin e tij ka pikërisht pushimin e luftrave. Qëllimi i tij është forcimi i ekonomisë amerikane, ngritja e ekonomisë tij për ta bërë atë si thot të madhe edhe një herë, dhe duke bërë disa ndryshime gjeopolitike, siç është afrimi me Rusin. Afrimi me Rusin sigurisht në kurrizë të Ukrainës, duke shkuar tek ata interesa, ku më shumë bën fajtor Ukrainën se sa bën Rusin. Por ne duhet kthehemi tek Europa, tek europian, ne jemi europian, interesat tona janë këtu, aty kemi familjet tona. Shqiptarët që janë në Europë janë më shumë, e gjithë këto bashkë. Dhe Europa ka përballuar 2 sfida. Sfida e parë ishte ajo e Covidit, që më shumë se kushdo e psoi Europa, qoftë nga humbjet njerëzore, qoftë nga investimet financiare, dhe e dyta ishte në rastin kur ndërtua bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që krijuan një blok ndaj Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë, ato që paguan më shumë prapë ishin europianët, sepse ajo që kishte varësi nga gazi rus ishte Europa. Dhe Europa e vuajti këtë pjesë ku qytetarët e saj përballuan pra 2 sfida shumë të mëdha, Covidin dhe mbrojtjen që i bën për shkak të sanksioneve varësisë nga gazi rus. Prandaj në këtë moment Europa ka një të drejtë edhe për të ringritur vlerat dhe fuqinë e saj. Por mos harrojmë, kur ne themi kaq fuqi potenciale duhet të ketë, mendoni vetë Italinë, për shkak Italia ka një kompani e cila është gjysmë shtetërore dhe gjysmë private, Finmeccanica, e ka buxhetin e saj 240 miliard. Pra ka një investim goxha të madh për industrinë e luftës. Siç janë helikopterët Agosta, janë anijet edhe kaskët blu që bëjnë për forcat e OKB-s. Pra nuk është se nuk e kanë, por tani ringritja e saj duke shkuar
tek disa kompani në investime private do ta ngrejë këtë lloj mbrojtje në kuadrin e vendeve të saj, por mund t'i bëjë mirë dhe vendeve ballkanike sepse mund të ndihmojë procesin dhe shpejtojë procesin e integrimit që është parë me shumë skepticizëm, duke e parë të distancuar, të zgjatur, të zgjatur, tashmë thonë që proceset mund të përfundohen më shpejt. Gjë që mund të ishte shumë pozitive që vendet ballkanike të kenë mundësi të integrohen, të jenë pjesë e mbrojtjes, por dhe pjesë e tregut evropian. Sepse është shumë rëndësishme vendi ku ne jetojmë. Sigurisht vendet e Shtetit Bashkuar të Amerikës vazhdon të jetë një aleat i madh, një vend shumë i rëndësishëm për ne, gjë të cilën patjetër është në politikat e vendeve të Ballkanit. Por jo të varet Evropa drejt për drejt, po. Nuk e dëgjova që një ndërprerje. Jo, vetëm u bashkangjita në mendimin tuaj që mbase edhe kjo krijon një farë pavarësie edhe për Evropën, në kuptimin që mos të varet drejt për së drejti nga Amerika kur është Evropa ajo që e pëson gjithmonë. Patjetër që duhet ta ketë varësi, domethënë duhet të ketë peshën e saj, sepse duam s'duam, është serbatori i vlerave, serbatori i ekonomisë, serbatori i potencialit historikut njerëz. Kjo është shumë e rëndësishme që Europa të kthehet në parametra, por ka dhe një rrezik Europa, që shpeshherë tendencat janë që forcat ekstreme mund të gjallërohen. Dhe kjo pastaj mund të jetë një rrezik, pra nuk është shumë unite. Për shembull, mendoni sikur të jetë në Francë Le Pen, apo të tjerë, në Salvini që është në Itali. Pra ato tentojnë të shkojnë tek Hungaria, të shkojnë tek Le Pen, të shkojnë të krijojnë një blok, një lidhje. Por kjo mund të ketë ndryshime që Europa mund të shikojë raportin me Kinën. Këta që duan ndryshime gjeopolitike. Këta që duan luftën që kanë Zotri Gozhaj, veç ta përfundon Softa dhe kthehemi tek kjo. Zotri Gozhaj. Zotri Gozhaj. Luftë që kanë zgjidhja, po çfarë Zotri Gozhaj, ta përfundon Zotri Softa dhe pastaj kthehemi. Kjo i ka fort. Kjo është absurditet totalisht. Janë shumë energjik të dy sot. Ata që duan luftën që kanë zgjidhja. O Gozhaj, edhe kur sa e kaluam një traumë dje, duam sot ta mbajmë qetë, ja që u ndes prap. Gozhaj, megjithatë mund të keni natyrisht qëndrimin tuaj, por është absurde. Orban do paqe, Le Pen do paqe, AFD do paqe, këto që kanë rreziku. Kjo është absurditet, nuk ka ku të ri. Mirë, Zotri. Por rreziku mund të kenë edhe mendime të ndryshme, nuk do të thashë që të bëjmë. Që rreziku është i Europës. Se a vijnë gjëra të mira nga gjëra ekstreme? Kjo është gjë më pasnes kur jemi ftuar në temën e luftës. Jemi në debat për luftën, jo për demokracinë. Po, pikërisht, dhe nëse jemi në debat për luftën dhe ju thoni se nuk është rreziku i Evropës, Rusia, atëherë do të jenë UFO, do të jenë Kina, kush do të jenë ata? Kina, mor. Për Kinën do flasim vetëm pas pak, Gozhaj. Zotri Gozhaj, ndalu te Kina sepse do flasësh për Kinën. E çoj Ariun të martohet me Dragojin. Rreziku më i madh i botës është thënë në 200 vjet është Aleanca Rusi-Kinë. Zotri Gozhaj, mos e harxhollafin se kemi bllokun arshëm, të lutem. Për Kinën do flasim, vetëm pas pak. Por Softa, megjithatë të faleminderit shumë për krejt analizën që ke bërë. Tek Gozhaj mbase mund të ketë ngulluar ashpër, por tek ne në rregull ishte. Në fakt, nga që flitet për luftën nga ngrim zërin, po. Zërimi ka faj, zërimi, mbase ja ka ngritur zërin shumë. Zoti Softa, faleminderit shumë edhe një herë. Gozhaj, takohemi vetëm pas pak. Për Kinën do flasim për raportet e shqiptarëve me Kinën, ka një zyrë kineze në Kosovë, gjithashtu edhe Eliezi vetëm pas pak, por le t'ju japim pak pushim ndihmësve tan, do të shkputemi pak publicitet dhe rikthehemi për të folur diçka që natyrisht do të kuptojmë se çfarë do të thotë astrologjia. Zotri Gozhaj, ju keni gjetur formulën kineze, por jo edhe ne kosovarët. Si mendoni ju në raportin kosovaro-kinez dhe zyrën kineze e cila gjendet në Prishtinë? Do dohet përdorja termin marrëdhënies shqiptaro-kineze, jo kosovare-kineze. Po jo, do ta përdorja termin kosovaro-kineze, sepse po, jemi shqiptar, do të mos tim në atë... Por për Kinën s'jemi njësoj, për Kinën nuk jemi njësoj, a? S'na kanë jo. Gozhaj? Jo, mirë the, na jena njëjtë, po Kina s'po na shes ashtu. Prandaj unë duhet përdor termin shqiptaro-kineze për të vendosur një koordinim të Shqipërisë dhe Kosovës në marrëdhënie me Kinën, duke ju përshtatur një agjende globale. Nuk jemi ne që përcaktojmë marrëdhëniet, sepse jemi shumë vegjël për përcaktuar marrëdhënie, por ne mund të përshtatemi në marrëdhënie. Dhe unë besoj që për shkak se bota po shkon drejt një ndarje të fortë midis Amerikës dhe Kinës, ku në strategjinë e re politike të Shtetit Bashkuar të Amerikës Kina është problemi dhe jo Rusia, Kina është problemi i rrezikut të madh
botëror, raport me perëndimin e tjerë e tjerë. Dhe ne duke pasur si një mbrojtje Amerikën dhe duke qenë se Amerika ka bërë Kosovën që tjetë e njohur në gjithë botën, dhe këtë e dim shumë mirë rolin e Amerikës, këtë që dhe Kina hyn ke vendet e bllokut që nuk e njeh Kosovën, dhe kjo do varet gjithmonë vetëm nga politika e Beogradit, pra Kina do të jetë gjithmonë okej apo kundër Kosovës për aq kohë sa Beogradi do të tillë, duke qenë se kjo është një çështje e pasvizshme nga ne, po përcaktohet nga Beogradi. Në këtë rast ne duam apo s'duam i përkasim Amerikës në krah. S'ka do të thotë dhe marrëdhëniet tona duhet të kondicionohen gjithmonë nga kjo lloj gjeopolitike globale. Në këtë kuptim mund të thoya që për Kosovën dhe për Shqipërinë ekziston një mundësi shumë e madhe që ne të quhemi vende të pastra nga Kina, nga influenca kineze. E para se këtu mungon një lloj marrëdhënie dashamirësie politike, gjeopolitike etj. Në Kosovë po e post, dhe ne dim që kur aeroplanet amerikanë spionoshin nga antenat kineze të ambasadës kineze, gjoja një predh vajti gabimisht në ambasadën kineze në të Beograd. Besoj me mbaj mend këtë gjë. Po e cekëm në hyrje të bisedës. Amerikanët me arsyetimin se ishte një goditje gabuar e sulmuan në ditën e parë të bombardimeve edhe ambasadën kineze. Dhe ishte një mesazh shumë i fortë për Kinën që rri larg këtij konflikti. Ajo që ne dim është që Kina ka qenë me Okej, më fal zotri Goxhaj, sepse me të vërtetë bëhet një informacion shumë interesant. Pra ju thoni se ajo është një mesazh i qartë për Kinën, bombardimi i ambasadës nga NATO që të qëndroni larg këtij kufiri, larg kësaj loje. Mendoni se kishte indicie për implikimin e Kinës në atë kohë? Unë besoj që Kina e saj kohe nuk është Kina e sotme, në kuptimin e për masat globale që ajo ka sot, peshës që ka, ishte kollaj, sot është e vështirë gjuash ambasadën kineze me raketë. Sot mund ta bësh gjë të tillë, por në atë kohë mund ta bëje. Ajo që unë dua të kujtoj është që Shqipëria dhe Kosova kanë një avantazh. Kanë një avantazh raport me Kinën dhe Amerikën, sepse në Ballkan mund të konsiderohen të vetmet vende pa influencë kineze. Dhe kjo